Në kuadër të operacionit Identikiti, shërbimet e DFP-os në bashkëpunim me shërbimet e DVP Shkodër dhe të Komisariatit të Policisë nr. 4 Tiranë, bazuar në informacionet e marra, kapën në lagjen 5 Maj Tiranë duke lëvizur me një automjet tip Audi dhe vu në pranga shtetasit FB alias FB 29 vjeç, GD 21 vjeç dhe EE 19 vjeç. Drejtuesi i automjetit, shtetasi FB alias FB, u vu në pranga sepse gjykata e Shkodrës më datë 30 shtator 2025 i ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale vjedhje me armë, mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municioneve. Nga hetimet dyshohet se ky shtetas është autori i tentativës për të vjedhur në një argjendari në lagjen Vasil Shanto, ku hyri në datë 29 gusht 2025 i armatosur dhe i maskuar me skafand motomjeti. Gjatë kontrollit fizik në momentin e arrestimit, ati u gjetën dhe u sekuestrua një sasi lënde narkotike kanabis sativa. Më tej gjatë kontrollit në banesën që kishte marrë me qira në Tiranë, u gjetë një armë zjarri pistolet, 2 maska, municione luftarake, 3 pajisje për grirjen e lëndës narkotike, $550, kartë monedha false, shumë lekësh dhe aksesor, të cilët u sekuestruan së bashku me 2 automjetet dhe një celular. Ndërkaq në vijim të veprimeve proceduriale u arrestuan në flagrancë shtetasi GD dhe shtetasi EE për veprën penale për krahje autorit të krimit, pasi ishin pasagjerë në automjetin e të kërkuarit në momentin e ndalimit. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.